kontrolli që ka bërë Inspektorati Mjedisit në mbar vendin, raportohet se janë larguar plotësisht nga vendodhjet e tyre 317 grumbullime apo siç quhen në gjuhën e përditshme varreza makinash. Janë në proces në largimit 77 të tjera dhe janë nafate dhe unë shpreh vlerësimin për ta. Janë problematik vetëm 4 dhe i garantoj që forca e ligjit do të veprojnë dhe do të kenë trajtim të barabartë me të gjithë qytetarët e tjerë. Ftoj qeveritarët vendorë që mbi çdo gjë tjetër, në themel të politikës zhvillimore të komunave dhe të bashkisë të gjejnë të vendosin mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit. Kontrolli më i rrept kimikatave që përdoren në bujqësi. Sepse edhe në përbërjen e tyre, ato përbëjnë një rrezik real, në qoftë se te i kalohen dozat, por në shpërbërjen e tyre, askush nuk mund të parashikoj se çfarë nën produkte shkrijohen dhe që kërcënojnë jetën e njerëzve. Në mbledhjen e kaluar, unë shtrova këtu çështjen e decentralizimit. Zotëri ministra, kjo është një çështje vendimtare për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe qeveria qendrore përveç nën tokës, ujrave, rrugëve kombëtare, nuk do mund të ketë asnjë lloj autoriteti në territoret e bashkive dhe komunave të vendit.